رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا تندرش المسلمان fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na bani pjesëmarrës të këtij dini, gjithashtu falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na bani pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në hutbën e kaluar pam çastet më të rëndësishme në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, periudhën që kaloi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, piknisja e kalendarit të Islam, nga se muslimanët pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala an, saktësisht në vitin 16 apo vitin 18 apo 19, siç thojnë historianët, se pejgamberi Omer ibn Khattabi radhiyallahu an të bon me muslimanët që të zgjedhin një kalendar, kështu që në Mejlisin e Omer ibn Khattabit radhiyallahu an propozon 4 propozime që të jetë piknisja data e kalendarit Islam prej datës së lindjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kishte njëri propozim. Propozimi I dytë ishte që të fillon kalendari Islam ditën kur Xhibrili alayhis salam takon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në gara al-Hira, në shpellën e Hiras, pra jetë piknisja dhe data e fillimit të kalendarit Islam prej ditës së shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Preti propozim ishte që të jetë hijreti, shpangulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillimi I kalendarit Islam, dhe propozimi 4 të jetë ditë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ditën kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, let fillon kalendari Islam. Omer ibn Khattabi radhiyallahu an pëlqen propozimin e tretë, nga se datë lindja e pejgamberit Allahut nuk dihet saktësisht, ashtu siç nuk dihet saktësisht gjithashtu fillimi I shpalljes së pejgamberit Allahut e dihet saktësisht dita e vdekjes së pejgamberit Allahut. Mirë po Omer ibn Khattabi radhiyallahu an e zgjedh
ditën e Hijretit që të fillon me këtë ditë apo të fillon ky vit të jetë viti kalendarit islam, nga se kjo ndodhi ka qenë prej ndodhive më madhështore në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sot do t'i thojmë disa fjalë dhe përfitimit dhe mësimit nga jeta, nga hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të flasmi për llojet e hijretit. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin Kerim: "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathira wa sa'a." Ai cili merr rrugën e hijretit për Allah do të gjen mirësi në tokë dhe do të gjen furnizim të gjanë në tokë. Pastaj thot Allahu azza wa jalla: "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulih." Pra i cili del prej shtëpisë së vet, duke bërë hijret për Allah dhe mënyrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrikhu al-maut, e pastaj e zën vdekja duke qenë në hijret, thot Allahu azza wa jall, faqad waqa ajruhu ala Allah. Pra shpërblimi për ata ngel nga ana Allahut azza wa jall, wa kana Allahu ghafuran rahima. Pra Allahu është falës dhe është mëshiruesi i madh. Nga kjo ajet dhe ajetet të ngjashëm na bën me di Allahu azza wa jall se hijreti nuk është turizëm, po hijreti që bëhet për Allahun azza wa jall dhe për dinin e Allahut azza wa jall, prej veprave madhështore që Allahu azza wa jall shpërblen për to shumë. Pra ato që i bojnë hijret për Allahun azza wa jall kanë mirësi të mëdha në tokë dhe do të kenë shpërblime të mëdha në ditën e gjykimit. Prej mirësive në tokë është që ai cili del prej një vendi dhe braktis atë vend, nga se na vendi i shenjtë është vendi ku adhurohet Allahu azza wa jall. Nëse me një vend pengohet adhurimi Allahut azza wa jall, dhe kjo është mësimi i parë që mund të përfitohet prej hijretit. Pra ne nuk i madhërojmë kodrat dhe nuk i madhërojmë gurat dhe nuk e madhërojmë dheon. Ne jemi kriju që të madhërojmë dhe që të adhurojmë Allahun azza wa jall. Mësimi i parë që përfitohet prej hijretit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është që njeriu është kriju për të adhuruar Allahun azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin Kerim: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pra ne nuk e kemi kriju gjin dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm që të më adhurojnë. Pra krijimi, esenca e krijimit njeriu që të adhuron Allahun azza wa jall, e jo të adhuron dheun. Pra dheun në të cilën pengohet dhe nuk adhurohet Allahu azza wa jall, duhet të braktiset ai dhe, duhet të ndahet prej atij vatanit. Pra vatani ka vlerën e vet, nëse në ta adhurohet Allahu azza wa jall. Në një vatan që nuk adhurohet Allahu azza wa jall, krijuesi vatanit, ai vatan nuk ka vlerë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithatë se Mekkia ishte vendi më i dashur te Allahu azza wa jall, për këtë arsye pejgamberi Allah kur mori rrugën e udhëtimit, rrugën e hijretit, o këthi ka Mekja në skajnë të Mekës dhe i tha: "Oj Mekë, wallahi e di se ti e vendi më i dashur te Allahu azza wa jall, dhe ti e qyteti dhe vendi më i dashur gjithashtu në vendin tonë, në zemrën tonë. Megjithatë, po mos kishin dobu me kasir, po mos na kishin nxerr me kasir, prej këtij vendi nuk do të kishmi dalë." Pra si e nxorën pejgamberin Allah dhe shokët e pejgamberit Allahut prej Mekës, e nxorën ditën kur janë ngushtuan rrugët e adhurimit Allahut azza wa jall. Pra vendin në të cilën pengohesh që të bajsh të vetë të thish rrugën e Allahut azza wa jall, ai vend nuk ka vlerë për shkak se ne jemi ardhur në këtë dunja për të adhuruar Allahun, jemi ardhur në këtë botë që mesazhin e Allahut azza wa jall të përcjellni. Pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fillim të davetit, kur janë shpallja, mbulu pejgamberi Allah, a ka vend për mbules, a ka vend
për strehim dhe neje dhe pushim, për ato të cilët i ka ardhur mesazhi Allahut Azza wa Jall, vën Gjibrili alayhis salam, për të mësu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, o e për të mësu pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, al-Muhammedi në Mekka, Gjibrili alayhis salam në Mekka, te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja pron fjalën e Allahut që Allahu tha: "Ya ayyuhal muddaththir, qum fa anzir, wa rabbaka fakabbir." O ti mbështjell dhe i mbulum, ngreto, parcelle mesazhin e Allahut, tërheqë vërejqen, besimtarve dhe ftoj në islam jo muslimanët, tërheqë vërejqen, nga dënimi dhëmshëm i Allahut Azza wa Jall, wa rabbaka fakabbir, dhe Allahun tanë madhëroja. Pastaj priti ajeti pas 3 viteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu Azza wa Jall urnoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha: "Fasta bima tu'mar, wa'rid 'anil mushrikin." Ti o Muhammed, pra shpall e haptas mesazhin e Allahut Azza wa Jall, wa'rid 'anil mushrikin. Mos e ke der për iftar, mos jo frek Abu Jahlit, as mos jo frek Abu Lehebit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'la vend dhe s'la rast, 13 vite me radhë, duke i thonën: "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." O ju njerëz, thoni la ilaha illallah, do të shpëtoni. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin e dëshpërimit, kur i vdeq Ebu Talibi, në të njëjtën vdes dhe Hatidja, kështu që se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetë pas strehim, por jetë nën strehimi dhe kujdesjen e Allahut Azza wa Jall. Po cili vend dhe cili vatan do t'jetë për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tot fjellore që i ka mundësi që të pranojnë mesazhin e Allahut dhe emanetin e Allahut. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mërmenja se Taifi do t'jetë vend që do të pranojnë mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e praktis Mekën, drejtohet për në Taif, për të përcjell emanetin. Mirë po pejgamberi Allahu nuk gjen strehim dhe prani në Taif, po i gjen gurd dhe ofendimet e banorëve të Taifit, dhe nuk e pranojnë pejgamberin Allahu, dhe nuk e pranojnë mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Derisa Allahu dërgon melekun e kodrave, dhe i thot: "O ti Muhammed, Allahu Azza wa Jall të shef fort mirë, ko gjindesh dhe çka vepron, dhe i shef banorët e Taifit se si të pritën dhe të ofenduan. Nëse dëshiron që këto di kodra t'i falojnë dhe t'i përmbysin dhe t'i mbysin banorët e Taifit, do të veprojnë." Çka thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë radhë? Thot: "Jo, asesi, kam dëshirë që prej mesit të tyre të del një njeri që e madhron Allahun Azza wa Jall." Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk jetoj për veten e tij, pasi që Allahu Azza wa Jall e begatoi me mesazh dhe me dinë, nuk flet dhe nuk lë rahat, po ai o përpiq do skajnë dhe çdo vend ta shfrytëzon rastin që të i mëson njerë dinin e Allahut dhe të shpëton prej zjarrit të xhenemit. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngushton rrugët në Mekë, por çka se në kohën para hijretit ishte mizori disa reqat me i banë skajnë të Mekës, ishte gjithashtu terrorizëm nëse lexon disa fjalë të Allahut Azza wa Jall në Mekë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejton shokët e tij për në Medinë me urdhin e Allahut Azza wa Jall, pasi që Gjibrili alayhis salam si thamë në hutbën e kaluar, e mësoi vendin ku do të bën hijret, shok ku do të bëjnë hijret shokët e pejgamberit Allahut, bashkë me to dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset prej Mekka në Medinë, duke i marrë shkaqet dhe duke i marrë sebebet deri në pikën e fundit. Këto parashtrohet pyetja dhe thuat pse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ditën kur ngrit lart në Miraj, ardh Gjibrili alayhis salam me burakin, e mor Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për një pjesë të natës, e transferoi
në Kuds e pastaj në Qiell, pa e ndi banorët e Mekkas, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nisët për hijret, nuk vjen boraki që të bërë pejgamberin e Allahut, ose transferon për një pjesë të ditës apo të natës, pa një qas prej Mekke në Medinë, dhe këtu fshehet në urtësia Allahut azza wa jall, nga se hijreti pejgamberit Allahut është për plot mësime që i nevojitet muslimanëve dhe i nevojitet thirrësve në çdo pjesë të botës dhe në çdo kohë, nga sa Miraxhi që pejgamberi Allahut o ngrit lart në Qiell, ishte e veçantë dhe mrekulli vetëm për pejgamberin Allahut, pra nuk do të ndodhë që një njeri të ngritet lart në Qiell, kështu që nuk ka nevojë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të sakrifikon dhe të na mëson se si bëhet Miraxhi, po ka nevojë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të na mëson se si bëhet hijreti, dhe në mësimet e hijretit na mëson se si duhet njeriu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, la yu'minu ahadukum, nuk e ka plotsu besimin asnjëri prej jush, derisa të jem më i dashur te to, më shumë se sa prindët e tjera, më shumë se sa fëmijët e tjera, dhe më shumë se sa të gjithë njerëzimin. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Abu Bakri radiallahu ta'ala an, ja nis me çaj, dhe Aisha radiallahu ta'ala anha transmeton dhe thot, të parin njeri e kam pa duke çajt prej gëzimit të madh. Pra kjo një shembol dhe sinj e dashurisë së Abu Bakrit që e ka pas ndaj pejgamberit Allah. Abu Bakr Siddiku radiallahu an, gjithashtu në gara Thawr, në shpellën e Thawrit, përjeton herin e akrepit, ban sabër dhe durim, dhe nuk ka dëshirë që ta shqetëson të dërguarin Allah. Kjo na mëson se si duhet pejgamberi Allah, ndërsa Medinasit tan ditën rrishin në xhep dhe e pritshin pejgamberin Allah. Kjo tregon gjithashtu dashurinë e madhe që e kanë pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah i dashur musliman, siç dihet se hijreti ka shumë dobi, dhe në inshallah dhe në hitbat e ardhshme do të ndalmi dhe do të përfitojmë prej emigrimit, hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po para se të përfitojmë prej hijretit të pejgamberit Allah, dëshirojmë që në këtë hitbe të njoftohemi me llojet e hijretit. Dietarët islam kur kanë folë për udhëtimin e tokë, ka thënë udhëtimi është dy lloj. Një lloj hikje prej një vendit në vend tjetër, e lloji dytë lipja e një sendit. Për atë llojin e hikjes prej një vendit, e kanë thonë dhe kjo ndarë apo është 6 lloj. I pari lloj është me dalë prej vendit të kufrit në vendin e islamit, dhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Mekja ishte vendi kufrit, e Medinja vend i islamit, pra ishte obligim që musliman të bojnë hijret. Për ata pejgamberi Allah pasi çliroi Mekkan, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Fala hijrata ba'da al-fath. Pra mbaron këto hijreti, nuk ka hijret më prej Mekkas, nga se Mekja shndrohet në vend të islamit. Pra njeriu që jeton në vend të kufrit dhe ka vend të islamit, obligohet që të bën hijret, në veçanti, ko në atë vend që jeton të kufrit, s'ka mundësi që të përfill dhe të shpall dhe të zbaton rregullat e dinit Allahut azza wa jall. Gjithashtu hijreti i llojit të dytë ka thonë, është me hik prej një vendi që bëhet bidat dhe me shku një vend që bëhet sunnet. Ibn Arabiu ka thonë, nëse je me një vend dhe s'ke mundësi të ndryshoj gjendjen ati umeti, largoju prej ati vendi, largohu dhe transferohu dhe hip prej ati vendi, nëse Allah ka thonë Kurani Kerim, wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina, nëse i shef njerëz që bojnë hajgaren me dinin Allah,
nëse jemi një vend që njerë talën me dinin Allah, Allah Azza wa Jall thot fa'rid anhum, tha largohu prej ati vendi, distancohu prej atyre. Gjithashtu, ka thonë dietar se filloi të i drejtit është me u largu prej një vend që hat haram dhe me shku me një vend që hat halal. Nga se Abu Daudi radiallahu anhu dhe Imam Tirmidhiu na transmetojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili na thot, i pari lëshim që ka depërtu të Beni Israilet, është se njeriu e ka taku Allahun e tij në haram. Në parën dit i ka thonë ke frikë Allahu Azza wa Jall, mos han haram, e ditën dit është ullë dhe ka ngranë bashkë me ta. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur kanë kemë vepru në këtë mënyrë, Allahu Azza wa Jall i ka mallkuar në përmes gjuhës të Daudit dhe Isait të Mërjemit, dhe ja ka përplas zemrat e tyre, dhe i ka urrejt njani me qetrin, nga se kanë jetu dhe i kanë shoqëru njerë që kanë ngronë dhe kanë fitu haram. Për ata gjithashtu, prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, ban pjesë në i gjëret gjithashtu, a i cili hik prej një vendi, nga se frikat, nga burgimi, apo maltretimi, dhe ka prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, që je lejohet njeriu të praktisë një vend, nëse frikat për vetën e tij, dhe të kalon me një vend tjetër. I pari që e boni këtë hijret, ishte Ibrahimi a.s. i cili kur u frik për vetën e tij, tha inni muhajirun ila rabbi, unë po bëj hijret për Allahun Azza wa Jall, dhe tha inni dhahibun ila rabbi seyahdin, tha unë po drejtohem po shkoj tek Allahu Azza wa Jall, dhe ai do të më udhëzon. Gjithashtu Musa a.s. e praktisi Egjiptin, hiki prej Egjiptit, ditën kur u frik se po e mbysin, pat Allahu Azza wa Jall na rëfen Kurani Kerim për Musaj, dhe thot Allahu فخرج منها خائفا يترقب, dul Musaj për Egjiptit, drejtohen në Palestinë, i friksuar se po e zon, qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin, dhe tha o Zot më shpëto prej popullit zullumqtar. Gjithashtu është prej hijretit dhe lejon që njeriu të bën hijret pra të ikë prej një vendi, kur friket prej ati vendi, prej smunjes, apo prej klimës që nuk i përshtatët, erdhën disa barih të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medina, nuk jo përshtat klima e Medinës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i udhëzon dhe i lejon që të dalin në skajt të Medinës, përjashtohet në këtë rast në një epidemie, nëse e ka plon në një popull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një epidemi, një smuë ngjitse e ron që e ka plon një popull, dhe ndëgjon ti për ata mos hin në atë vend, mos shko në atë vend, po nëse gjindesh në atë vend, mos hik prej ati vendi, pra vetëm këtë rast nuk lejohet njeriu që të del prej ati vendi. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall i komenton fjalët e Allahut Azza wa Jall, që Allahu tha në suratul Baqara, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut, a nuk i shihni ato të cilët dalin prej një fshatit me numër të madh mira, duke ikë prej vdekjes. A ikët prej vdekjes? Para ta Omer ibn Khattabi radiallahu anhu o patnis prej në Sham, takon mesin e rrugës Abdurrahman ibn Aufin, dhe i tregon se Shamin e ka kaplu një smunje e ran, një epidemi. Omer ibn Khattabi kthehet dhe urdhon që të kthehen. Atëra Abdurrahman ibn Aufi dhe i thot ja Amir al-Mu'minin, a prisi muslimanve, apo ik për vdekjes? Omer ibn Khattabi radiallahu anhu o përgjigj ati dhe i tha po hiki, apo ik prej kaderit? Tha po hiki prej kaderit, po shkojnë kaderin e Allahut Azza wa Jall. Nga se Omer ibn Khattabi e dinte mësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra këto janë 6 lloje të hijretit që hiket prej një
qëllimi për Allah dhe për pejgamberin Allahut Azza wa Jall, atë shpërblimin e ka te Allahu Azza wa Jall të plot mirësi në dunja dhe shpërblim në ahiret. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. Vëllezër të ndershëm, këto ishin 6 lloje të hijretit që hiket prej një vendi në vendin tjetër, hiket për dinin Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është hijreti më madhështor. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall prej rahmetit të tij na ka bën disa lloj të hijreteve të lejuar, pra kërkimi një vendit, pra shkurja me një vend tjetër, cilët janë këto lloje që na lejohen dinin Allahut Azza wa Jall. E pare udhtim që bën gjithashtu që lejohet është të udhtosh në tokë, që të mirësh masim dhe të shijojsh, që të shijojsh, që të përjetosh çudirat e krijimit të Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim." A nuk hecin në tokë që t'i shohin se si ishte mbarimi zullumqare, pra për të marrë mësim me hec në tokë, është e lejuar, për atë Allahu Azza wa Jall na rrethen një ngjarje dhe një tregim që e bani dhe shëtiti këtë botën, anë kanë botën, ai ishte Dhul-Qarnejni. Pa Dhul-Qarnejni është një njeri apo një pejgamber që shëtiti tanë botën për të marrë ibret dhe mësim, dhe për t'i shiju çudirat e krijimit Allahut Azza wa Jall. Kjo është një lloj udhtimit. Udhtimi ditë është udhtimi për krirjen e haxhit, dhe ai cili e merr këtë udhtim është misafiri Allah. Udhtimi tretë madhështor që e ka çmu Allahu Azza wa Jall dhe e ka preferu pejgamberi Allahut është udhtimi për xhihad, për të mbrojtë dinin e Allahut dhe për ta përcjellën davetin në çdo vend. Dhe kjo është një lloj i xhihadit, pra me përcjell davetin, me njoftu njerëz hakun të vërtetën, është prej veprave madhështore. Për ata Ribri ibn Amir mor një udhtim të gjatë derisa arriti te Kajt, komandanti Rustem, për që prediku dhe për ta përcjell mesazhin e Allahut Azza wa Jall, dhe i tha Ribri ibn Amir Rustemit: "Çka jeni kur ja parashtroj ju arabët që jeni që në kam?" Jo përgjigj Ribri ibn Amir, i tha Allahu Azza wa Jall: "Na ka dërgu që ti nxjerrni njerëz prej adhurimit njëri tjetrit, prej adhurimit të njëri tjetrit dhe të adhurojnë vetëm Allahun Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall na ka dërguar që ti shpëtojmë njerëzimin prej padrejtësive të feve dhe të kalojnë në drejtësinë e Islamit, dhe të kalojnë prej ngushtisë së dunjas në zgjerimin e ahiretit." Gjithashtu lejohet në Islam që njeriu të udhton për ta lipë riskun, qase Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Wa akharun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah." Dhe një pjesë e muslimanëve që udhtojnë në tokë e lipin riskun halal, pra që merr udhtimin për ta ushqyer familjen e tij, dhe për ta ushqyer veten e tij halal, për ta siguru kafshatën e bukës, a njani prej atinëve që ka dalë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i parashtron një pyetje sahabëve, thot: "Cili dinar është më me vlerë te Allah?" Njani e ka dhënë një dinar fukaras, tjetri e ka dhënë një dinar në rrugën e Allahut, treti e ka dhënë një dinar për familjen e tij dhe nuk e ka lënë që të zgjat dorën dhe të lip. Cili janë dinari më i çmum, thanë të pranishmit, shokët e pejgamberit Allah, thanë dinari më i çmum është ai cili, thanë Allahu dhe pejgamberi Allahut e din, o përgjigj pejgamberi Allah, tha dinari më i çmum te Allahu Azza wa Jall është ai dinar
që ja ka dhënë familjes dhe nuk e ka lënë që të shtrinë dorën dhe të kërkon prej njerëzve. Pra Allahu Azza wa Jall na ka lejuar që ne të udhtojmë, të emigrojmë me kusht që të lipësh halal dhe të sigurojsh kafshatën halal. E jo emigrimet nuk bojnë pjesë atyre të cilët morin pjesë, udhtojnë, emigrojnë, e pastaj e harrojnë dinin e Allahut, e harrojnë rregullat e Allahut, sikur që ato të kishin lip halal, sikur se në vende të çmojshin dinin e Allahut, të praktikojshin dinin e Allahut Azza wa Jall, do të ishin prej atyre të cilët kanë dalë për Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu në lejohet që të marrët udhtim dhe të udhtohet për biznes dhe tregti, qase Allahu ka thonë lejsa alejkum gjunahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Allahu Azza wa Jall i drejtohet haxhilerëve atyre që shkojnë në haxh, pra për ta kryer ibadetin, thotë gjithashtu nuk keni gjunah që në këtë udhtim që të bani tregti, pra për ata dietar kanë thonë, nëse Allahu haxhilerëve ja ka lejuar që të bëjnë tregti, gjithashtu lejnë për të gjithë muslimanët, gjithashtu lejohet, po është edhe preferuar dhe është emigrim dhe hijret, nëse njeriu marr rrugën në të cilën rrugën e hijretit shkon dhe udhton për të kërkuar dituri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili merr një rrugë të udhtimit në të cilën ka dituri, Allahu ka me ja lecu rrugë për xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Pra ai i cili merr udhtimin për të përfituar dituri, asnjëri prej atyre që meriton shpërblimin e Allahut. Gjithashtu lejohet që të merret udhtim për një vend të shenjtë. Kur jemi për një vend të shenjtë, pejgamberi Allahut na ka përcaktuar në rrezullin toksor janë vetëm 3 vende të shenjtë, që je lejohet që të merret udhtim për këto 3 vende të shenjtë. Thot pejgamberi Allahut, nuk lejohet udhtimi përveç se në 3 vende të shenjtë. Vendi shenjtë është Qabja, Medinja, pra xhamia e pejgamberit Allahut dhe Aksaja. Nuk lejohet udhtimi në shenjtë ibadetit për të udhtuar përveç se në përveç se në 3 vende të shenjtë. Gjithashtu lejohet udhtimi për të vizituar një vëlla musliman. Transmetohet me hadith që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri që ka marrë udhtimin për të vizituar vëllaun e tij musliman. Allahu dërgon mesin e rrugës një melek dhe e pyet këta dhe i thot, ti që e nis prej largu vallë ka po shkon? Thot po shkon filan katunin, filan fshatin. Thot te kush po shkon? Po shkoj te filani. Vallë thot po s'ke dëni lavërti apo dëni interes që ke morë këtë udhtim? Thot jo valla, s'kam tregti dhe biznes me ta, s'kam lavërti prej ati, e as nuk jam nis për diç tjetër, vetëm për Allahun Azza wa Jall. Atëre meleku i thot, pra ne une jam një melek që Allah më ka dërgu me të thonë selam, me të përshëndet dhe me të regu se Allah të ka dasht në atë mënirë që e ke dasht vëllavin tanë, për çdo atë që e ke qitë, Allah të ka la prej gjunave dhe ti ka lartësu shkallë lartë në xhennetin e Allahut. Këto janë disa udhtime që lejohen në Islam dhe kanë shpërblim nëse bon për Allahun Azza wa Jall. E ne inshallah do të vazhdojmë edhe më tej që të përfitojmë mësime edukative nga hijreti i pejgamberit Allahut, të përfitojmë mësime të dobishme për ne në dunja dhe të dobishme do të qenë në ahiret. Nëse e lexojmë hijretin e pejgamberit Allahut me vëmendje, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا